Kur Aleksandri ishte 13 vjeç, babai i tij, Filipi II, vendosi që ai të kishte mësuesin më të mirë të mundshëm. Ai ftoi Aristotelin, filozofin e madh grek, që të bëhej udhëzuesi intelektual i djalit të tij. Mësimet zhvilloheshin në një vend të veçantë në qytetin Mjeza, larg politikës dhe betejave. Aristoteli i mësoi Aleksandrit filozofin, matematikën, shkencën, artin e fjalës dhe strategjinë politike. Por më e rëndësishmja ishte se ai mësoi idetë e mëdha të kulturës greke dhe konceptin e njeriu të madh. Pra, një lider që jo vetëm sundon, por edhe qytetëron. Aristoteli mësoi Iliadën, i fliste për Homerin, por Aleksandri u rit duke adhuruar Akilin, heroin që ai do ta merrte si model të jetës së tij. Madje, kur Aleksandri nisi fushatën e tij kundër Persisë, ai mori me vete një kopje të Iliadës, të cilën e mbante gjithmonë në një jashtëk. Kur arriti në Trojë, ai bëri një gjest simbolik. Vizitoi varrin e Akilit dhe la aty një kuror, duke e quajtur atë heroin më të madh të gjitha kohërave.